Nga pikpamja ime personale me aq sa ka mujt me normalisht çdo lavdot për kombëtarin e Egjiptit që ka bënë një ndeshje jashtëzakonisht të madhe, por ashtu si e shoh unë, Argentina tregoi edhe një herë që është një kombëtare e madhe për arsye se si e ktheu rezultatin dhe si besoi tek rezultati. Për të lidhur pak edhe te kjo pjesa që pyeti Loriku profesorin Ismet Munishi për krahasimin e Mesit dhe Ronaldos, unë mendoj që kjo ndeshje më së miri e tregon impaktin që ka Messi, domethënë për kombëtarin e vet, gjë që nuk e tregoi të njëjtën gjë Cristiano Ronaldo për ekipin e kombëtarës Portugalisë. Kjo tregoi që edhe pse humbi penalltin, domethënë tregoi karakter, u bë prap lojtari i ndeshjes dhe me një farë mënyre ja dha shtytjen e fundit kombëtarës, domethënë për të arritur për ta përmbysur rezultatin. A ka merituar çmimin lojtari i ndeshjes? I ka bërë gjitha. Ka qenë domethënë si thënë ata nga djallë u bë edhe si më thon në zot, domethënë edhe nga rasti i humbjes penalltis që ishte më thon domethënë një rast shumë zhgënjys për ekipin e tij, por arriti që të bëj gol dhe të bëj asist dhe për mendimin tim futbolli është një lojë statistikash, edhe për mendimin tim e ka merituar plotësisht. Okej. Paton, ti si e pe këtë ndeshje? E mira, këtij kampionati është